Ministrja për Evropë dhe Punë të Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, ka qëndruar për vizitë në shkollën e mesme të mjekësisë në Tetov. Me këtë rast, Ministrja Shqiptare para nxënësve të kësaj shkolle ka folur për rëndësinë e shkollimit dhe për rolin që ka rinia drejt integrimit të dy vendeve. Ministrja Spiropali tha se e ardhmja e shqiptarëve është në familjen e madhe evropiane. Edhe pse jetojmë në shtete të ndryshme, ne na bashkojnë rrënjët tona shumë të thella të përbashkëta. Na bashkon gjua jonë e shenjtë dhe kultura që na lidh natyrshëm. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë pjesë e pandarë e kombit tonë dhe një urë e rëndësishme bashkëpunimi, mirëkuptimi dhe dialogu mes dy vendeve tona. Ju të rinjt me formimin tuaj profesional dhe me mendësinë tuaj të hapur, përfaqësoni fytyrën më të mirë të së ardhmes tonë të përbashkët. Kjo e ardhmja është europiane. Kjo është zgjedhja dhe zgjidhja jonë e vetme. Rruga drejt bashkimit evropian kërkon qytetarë të përkushtuar, profesionistë përgjegjshëm dhe institucione që vendosin jetën, të drejtat dhe dinjitetin e njerëzit në qendër. Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilal Kasami, falenderoi angazhimin e ministres për Evropë dhe Punë të Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, për të vizituar Tetovën, ndërkohë nënvizoi faktin se Shqipëria është një model se si një vend mund të punojë me përkushtim për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Më lejoni që në emër të çdo qytetari të Tetovës t'i dëshiroj mirësarje e ministres së Jashtme të Shqipërisë, e cila ka marrë një rol shumë të rëndësishëm që gjithë këtë rrugtim të gjatë të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian ta përmbyll në një kohë shumë të shkurtë, në një kohë rekord. Ashtu si ka besuar kryeministri, besojmë edhe ne që zonja Spiropali në mënyrën më të mirë dhe më të shpejt do ta përmbyll këtë proces dhe do të jetë një shembull se si vendet mund të punojnë për popullin e tyre, për qytetarët dhe për vendin e tyre. Prandaj për ne si Tetov është një respekt i veçantë që sot e kemi në mesin tonë. Drejtoresha e Shkollës së Mesme të Mjekësisë në Tetov, Malsore Ramadani, tha se vizita ka një rëndësi sepse tregon lidhjet shpirtërore të Shqipërisë me shqiptarët e Maqedonisë së Veriut. Vizita juaj ka një domethënie të veçantë për ne, për të treguar lidhjet shpirtërore në mes Shqipërisë dhe shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë, të cilëve na bashkon gjuha, kultura, flamuri dhe vlerat tona të përbashkëta. Prania juaj sot këtu na jep mesazhin se arsimi shqiptar përkrahet. Investimi në rini është investimi për një të ardhme të sigurt kombëtare. Paraprakisht, Ministrja për Evropë dhe Punë të Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, u prit në komunën e Tetovës nga kryetari Bilal Kasami. Sipas Kasamit, kjo vizitë bart frymën e një kombi që nuk ndahet me kufijin, por bashkohet me gjuhë, histori dhe përgjegjësi të përbashkët. Fqinësia e mirë, kujdesi institucional për shqiptarët, këtu dhe rruga jone përbashkët drejt Bashkimit Evropian janë dëshmi se kur Shqipëria dhe shqiptarët ecin së bashku, e ardhmja bëhet më e sigurt, tha mesjerash Kasami.